Sektori veterinarisë pranë drejtorisë së bujqësisë në Bashkinë Gjirokastër ka shtuar kontrollet në terren për të rritur sigurinë ushqimore dhe kontrollin e mishit që tregëtohet në tregje, dyqane dhe subjekte private. Kontrollet po kryhen për të verifikuar kushtet e ruajtjes, dokumentacionin përkatës dhe origjinën e produkteve me bazë shtazore. Fokusi jon kryesisht tani që afron dhe sezoni i verës është përqendruar tek dyqanet e mishit dhe tek tregu i frutaperimeve. Këto janë fokusi jon kryesor, sepse konsumi i këtyre produkteve tani në stilin e verës është shtuar më tepër edhe për shkak të shtimit të numrit të turistave. Fokusi jon kryesor tek këto biznese është në drejtim të higjienës të pastërtisë edhe gjithashtu edhe të cilësisë së produktit, me qëllim që të sigurojmë një shëndet sa më të mirë për konsumatorin dhe të mos kemi raste të shfaqjes së elmimeve gjatë këtij sezoni. Në subjektet ku janë konstatuar shkelje janë lënë detyra konkrete për përmirësimin e kushteve dhe respektimin e standardeve të sigurisë ushqimore. Disa subjekte që tregtojnë mishin e gjena dhe pastërtia nuk janë në nivelin e dur. Në 2-3 subjekte, të tjerët janë në rregull me plotësimin e këtyre kushteve. Ne kemi shkuar, kemi lënë detyrat përkatëse dhe jemi duke ndjekur derisa të zbatohen të gjitha detyrat e lëna nga ana jon. Qytetarët këshillohen të tregohen të kujdesshëm në blerjen e mishit dhe produkteve ushqimore, duke u siguruar që ato të jenë të certifikuara dhe të përmbushin standardet e kërkuara.